mendoj që kodi zgjedhor është një koncesion që ka marrë një joint venture, PSD. Pra vetëm këta kanë drejtën të zgjedhin, të marrin pjesë në zgjedhje, të zgjidhen dhe të qeverisin vendin. Pavarësisht që shumicës PS-ja edhe pakicë PD-ja, dhe për këtë them se janë pas faktit tyre, pazarit 2008-ës dhe 2024-ës, riportërin 2025-ës. Prandaj them jo pak me ironi, rrof PD-ja me krye PS-n. Janë në një pazar të hapur, kush ka një logjikë normale, s'po them një njeri që jetë shumë i informuar dhe i edukuar me doktrina të ndryshme politike, juridike e tjerë, apo filozofike, e kupton mirë pazarin e tyre. Janë dy parti pushtet të cilët gjithmonë janë moralistë në opozitë dhe janë këta arrogantë, shohin tani këtë kemi parë në Berishën, jo më larg se këtu ku jam unë, ku është bërë Nazare, apo në Sauk, arrogantët e asaj që mund të quhet policia ndërtimore e Berishës, janë rrahur me banorët autokton, pasi doni që me anë të BKM-s t'ja u merrnin pronën për i copuk. Pra, dy palët kanë bërë njëta gjëra, kanë ushtruar me arrogancë pushtetin e tyre kur kanë qenë pushtet, dhe na kanë lodhur me retorika moraliste kur kanë qenë opozitë.